Pse të largohen njerëzit nga kjo tokë e bekuar e Zotit? Çfarë ka ndodhur me këtë shoqëni dhe çfarë politika është të gabuara? Po praktikohen mbi këtë vend si të ishin agenda të djallëzuara për ta boshatisur këtë vend. Shqiptarët e kanë ndërtuar botën mordjem, por tash është koha që shqiptarët me u kthy dhe me ndërtu vendin e tyre. Kjo është thirrje për ata të cilët kanë dert për vendlindjen dhe për ateun. Ne nuk duam që fëmijët tanë të rriten dhe të edukohen me metodat e femohuesve. Ne nuk duam që politikat të djallëzuara të praktikohen e të levrohen në realitetet tona. Po shohim dita ditës një tendencë të çuditshme për të hequr kufit e pronave legjitime të pronarëve legjitim. Dhe me thanë i pamundumuni si në rastin këtu që kjo është e imja, ndërkohë që ky është një vakëf i grabitur dhe poshtmimi i Zotit do të jetë mbi ata të cilët kanë leju dhe vazhdojnë të lejojnë këtë barbarizëm dhe këtë dhunë ekstreme mbi faqen e dheut në zemër të Shkodrës, në këtë tokë të vakëfit, i cili shtrihet nga cepat më të largët të xhamisë Ebu Bekër dhe përfundon matan asaj rangallës së ngritun atje matan. Po ja pra, se na mori 67-ta dhe i prishi dhe i shkallmoi, dhe na erdhi një periudhë kur ne shpresonim dhe besonim se njerëzit me të kthy nga dëshira për liri dhe demokraci do të vlerësonin njëkohësisht edhe fenë. Por rezultoi se ne kishim gabuar dhe ky ishte një mashtrim i madh, i cili jo vetëm që nuk e ktheu të drejtën tek i Zoti, por i bani njerëzit të hynë në vllavrasje dhe kacafytje, në përçarje dhe urrëtie që sa vjen dhe shtohet dhe Zoti e rujt këtë shoqëni nga pasojat e asaj që është mbjellur prej kohësh, një farë e keqe, e mallkuar, e cila nuk don që ky vend të lulëzojë dhe të ecë përpara. Nuk mund të ketë begati në një vend ku ndërtohet prosperiteti dhe ardhmja ndërtuar mbi vakëfet e vjedhuna dhe të grabituna. Nuk mund ndërtohet e ardhmja e një shoqënie mbi pazaret e harameve, sepse harami e ka dritën e shkurtër të dashurit e mi. E sa kemi ujin e fytyrës të papërlyer, ne nuk jemi të harameve, ne nuk jemi të zullumeve, ne nuk jemi të mishmasheve dhe zigzakeve për asgjë në jetë, e sidomos kur bëhet fjalë për shëtërit. Prandaj kushdo që ka ma të voglin e dyshimit në këtë që them, t'i bajnë mirë llogarit me fytyrën e tij, me Zotin e tij, me ndërgjegjen e tij, me pastërtinë e tij.